Jemi live. Përshëndetje. Si jeni pas episodit të madhërishëm të tresheve? Vazhdoj po njishe. Vazhdoni njishe. Thash mos ishe inspiruar nga komentet, kishe bërë 4, 5, se ishin të gjithë të vetë ofruar. Po, patjetër audicionet. Bile sa iki për shtëpi shoh vjen mbrapa, mos po vinë të më lidhen dhe të më marrin peng. Me shumë të për komente. Janë shumë të paaft. Do të thënë, mua çunat shqiptar vazhdojnë të mos më habisin se sa të trash. Na zgënjeni vazhdimisht. Janë të trash. Dim çfarë janë? Ata janë? Dera jeni. Jeni dera. Dera. E kuptoni ju se sa stresues janë meshkujt si qenie. E thon pas janë thema, që janë meshkujt. Janë të trash. Unë mendoj që misioni për cilin meshkujt kanë ardhur në jetë është fiks ky, të stresojnë femrat. Të bëjmë një gëzuar për të gjithë vëmjet që kudo quhen që ndodhen. Vëmjet fitare nuk janë as pak seksi. Çfarë përdorni ju për të hequr stresin ndaj meshkujve? Stresin që ju sillin meshkujt. Unë po e mbaj ato që përdor. Alkool. Specifikisht verë më qetëson. E di çfarë kanë thënë gocat tona? Çfarë kanë thënë? Pas pyetjes çfarë përdorni për të hequr stresin nga meshkujt, kanë thënë një mashkull tjetër. Po, shumë të tilla. Një mashkull tjetër. Bravo. Pastaj shumë të tjera, për shembull thon palestër, Pilates nuk do ai stresin ta shton, se ke më shumë kohë të fokusohesh në Jo, ndosh. pilatesi të bën të dridhen këmbët ashtu sikur këta nuk të bëjnë. E vërtet. Xhiro nga liçeni për të kapur një tjetër. Vajza, pse nga liçeni, vajza? Ti dhe xhiro nga liçeni për të kapur ndonjë tjetër, që këtu fillon problemi që stresi ndoshta je ti. Po, është ai. Harxoj lekët që më jep kur pajtohemi. Jep lek kur pajtoheni. Kur pajtoheni, jep lek për shembull i harxon kur zihen. Si nuk gjeta një kështu në jetë. Jep lek për të pajtuar. Jo, kur janë mirë në lidhje, për shembull jep lek, kupton, dhe kur zihen harxon lekët që i ka dhënë përpara. Ku që kanë të që jep kanë letë të japin gurë të Sa kokën? keqe gjova të që the ku qikën. Nuk të japin gurë për të çfarë kokën meshkujt, është me vërtet kjo. Ka zorraxhin të nuk të japin, po këta tamam ndoshta. Ta japin gurin. Gurin të japin. Ta japin një gurë, po këta të saktit, gurin e shkëmbit kavajës. Një vajzë thot, përdor hakmarrjen, nëse unë me stresuar, ai duhet të vdes nga stresi. Absolutisht. Jo, në fakt Gjesi, nuk janë ata që stresohen, jemi ne që stresohemi dhe fillon efektet e para dalin kudo në trup, ti fillon rrudhosesh, dukesh kështu sikur të fillon një rash këtu, një kruajtje të fytyra, fillon fytyra ta carohet. Mua aty më del stresi. Ore, prandaj meshkujt për shembull këto janë këto edhe jashtë Hollywood. Meshkujt kur kalon koha 40-45 janë yje, bën më të mirë. Se femrat bën drejt, i thithë energji në jetën. Meshkujt nuk e di, janë një thithës energjie e tmerrshme, sa te gocat vjen të re në fytyrë direkt për shembull. Kur ka probleme me një mashkull. Po, normal, po fytyra është ajo. Kur zihesh me atë tipin edhe qan natën ose rri pa gjumë natën edhe Lotët mund të jenë hidratuse për lëkurën. deri diku. Ka shumë probleme lëkura në fakt, ndoshta nga stresi tani dhe aknet, ndoshta nga stresi dhe shumë gjëra mund ndodhin. Nga stresi meshkujve. Bën breakdown. Po. Mendoj që të shfarosin meshkujt sepse meshkujt kanë gjithë stresë. Zhdukni meshkujt. Sillin urit në botë, ngrohen globale, po e sillin meshkujt. Përmbytjet. Lëkurën, përmbytje, tsunami, uragan, çdo gjë vjen nga meshkujt. Nisim një fushat, duam lëkurë të pastër, zhdukni meshkujt. Zhdukni meshkujt, po. Te kasu që bëmë në Instagram, gocët më sugjeruan se çfarë përdorin diçka tjetër. Por për ju është surprizë. Çfarë I përdorin? kam lënë këtu këto shamit, të mbyllni syt. Ja, nuk i mbyllon syt me Dhe ty. i mbyllni syt. Dhe i mbyllni syt dhe kuptoni çfarë është për teksturës që ka. Ose Nuk i mbyllon syt me ty dhe nuk prek asnjë teksturë. Ordëro. Oh. Ato ti mbyll vet. Nuk e mësuar zemra ime. Ja. Hajde Gjesi, të dyja njësoj? Të dyja një herësh? Papa të dyja një herësh. Të dyja një herësh? Pjerta, Zemër. e ke kthy kokën nga unë? Ja tani e ktheva. Hajde, qa shek kur mbyll syt? Të shoh ty me një kostum saten gjumi të kuq Wow. dhe po më pret mua shpirt. Gjesi, është diku këtu mes nesh, Gjesi?
Gjesi ndërkohë do ju jap diçka Jam mbyllni këtu. syt. Gjesi, E këtu me Gjesi ju. do dal, e ka Gjesi. ftuar një për date, po ne kemi xhirime dhe do na e fut në mbyllni syt, edhe do ju sjell diçka. Çfarë do na sjellësh? Doj që të nxjerrni përpara. A sjelloj nxjerrme me sy myll. Nxjerrni përpara njërën dorë, si të ju të cilën. Wow! Mos reago. Ishte e lëngshme. Lëngshme. Po di mi. A mund t'i ndjej erën? Shumë e mirë. Dua Po, shumë dëgjoj. që ta shohin me gjithë imazh këtë video dhe ju që po e dëgjoni në Spotify. Thank you. Dhe ju lutem hapeni me video. Wow. Tani duhet të gjejmë çfarë është kjo. Po, çfarë është Prit kjo? ta prek pak me duar. Ata mund ta ha? Jo, Jo. është krem, duket që është krem. E po kjo imja duket e ngrënshme. A kemi dy gjëra të ndryshme? Jo, keni të njëjtën. Mund ta hajnë nëse doni. Kjo ka një era mente. Nuk ta hani nëse doni tha. Është e rrëshqitshme, është o krem olares fytyre kjo. Ky është një serum, Serum. është një serum. Wow, Me ka acid erë salicilik. shumë të mirë. Më vjen kështu shumë fresh, më vjen sikur do vrapoj në për kështu fusha që ka të vrapoj zbath edhe është pure. Pra nëse do i bëja një marketing kështu commercial kësaj, do ishte pure skin edhe freshness. Je gati për të dytën? Gati jam Gjesi. Ç'është ishte kjo me? Kjo ishte pak u kurseve me këtë. Ishte Tali me rregull treshi, Ishte shumë na vune serum, Qa vjet pas serumit? Hidratuesi. hidratues. A është hidratues. Pa hidratues. Sepse u përhap edhe shumë shpejt në fakt. Edhe Po shumë e që freskët edhe hidratues kjo. shumë i lehtë. Po shumë i lehtë për hapet shumë shpejt edhe rrisi matë në fund. Nuk kemi ato shkëlqimin në fund që të bezdis ose duket sikur e ke fytyrën me vaj. Gjesi po thotë që rregulli i artë për të hequr stresin nga çunat është skincare. Imagjino të bësh një everything shower, edhe je me robe dijan, ke vënë muzikë, ke ndezur qerin aromatizues, Ke dhënë dhe dritë të kuqe. të gjithë kohën tënde për skincare step by step. Love that. Kjo është e preferuara ime. E lëngshme, është toner? Pa! Toner. Po çfarë aroma mban? Kam përshtypjen që firmën e kam gjetur. Ho, njomëm. Gjesi po thoya që nga aroma që kanë këto produkte specifike, më mendoj që firmën e kam gjetur. Se që ishte E ke skincare? Po. It smells French. Ej, Yes! It smells French and rich. And it nga smells- breshtat e Francës. Po! It smells kodali, zemra. po. Sa mos për nga një dim, ata Kanë heqin. të fundit hiqeni, të fundit do t'ja prezantoj vet. Se e kam përdorur vet. Është kjo sa e voskë që është e bukur si me egli, si me egli këtë. Kjo është një vino pure. Ky është Është spot treatment, po. Bravo. On a one. Tani e gjithë ky seti është një set skincare nga Kadalje Vino Pure, i cili është për aknet, pra për lëkurat akneike. E po ja, sa shpejt e gjim zgjidhjen e Ta marrë gofat. të setin? Jo. Pse? Urdhë? Pse? Se do Do më ndahet në mënyrë të barabartë. Ja, sa kollaj gjetet zgjidhja nga stresi që ju japin me meshkujt. E harrum meshkut janë dera. Ua sa e vogël. Ja, ju meshkujt, me që na stresoni, Na blini skincare. këtë muaj për Na shembull, blini ta skincare. blini këtë setin e skincare nga Vino Pure nga Kadalje dhe e bim rehat, do ju afalim këta gjëra. Ishte edhe 8 marsi me atë rast të festivit. Mishkuj, me që na stresoni, bëni mirë të investoni. Edhe nëse nuk keni një mashkull në jetën tuaj, përveç se ta gjeni, mund ta blini edhe vetë të setin se është kudo në farmaci dhe nga Health Solution. Bravo JC. Tani, Do kalojmë te ca gjëra që na atërojnë më vërtet shumë. na çfarë me përveç vete meshkujve. shumë. Me klientë Përveç meshkujve? Po. Prap ka në thelb. Prap ka në thelb meshkuj. Meshkuj. A di që ka acaruar mu shumë? Ço ta atëroj ty? Bëja scroll, si shkalloj aktivitetet e mia interesante dhe shoh një video që besoj të gjithë e kanë parë të Selena Gomez në podcast me Benny po. Blancon. Po. Oh. Mos Ishte ma pak- the, pse ma the tash ishte këtë pak, gjë në këtë momente? A ta them? Në këtë momente. E mbani mend këtë moment? E mbaj mend.
Shiko. Për ju që po na ndiqni dhe po na dëgjoni, kam një imazh në dorë që është një artiste këngëtare shumë e famshme e ashtu quajtur Selena Gomez, e cila po puth gishtat e këmbës të burrit të saj. Por, fun fact, këmba është e pisët. Ta jetojnë bashk dhe ndonjëherë kur jeton bashk dhe je dashuruar janë ca gjeste që shprehin dashurinë dhe është shumë intime, mund të jetë shumë intime. Nuk jam dakord me këmbë të pista, po e them, po ti për shembull të vjen i puth syt, i puth ballin, i puth duart. Ndodh që kjo gjëra ndodhin. Bashkëtoni nuk e lani shtëpinë, nuk e lani. Po mirë, e lam pra Gjesi këmbët. Këmbët e pista. Po merremi me detajet e puthjes së këmbëve. Nuk vjen këmbët e pista janë të zeza. Po flasim për këmbët e pista, po flasim për puthjen e këmbëve. Por të dyja bashk. Fakti nuk ndaj dot. Ora jo mund të Shiko, nuk ja keni puthur ju ndonjëherë duart. Nëse se ju ndoshta s'keni jetuar ndonjëherë. Duart ja. Më e puç të dashur. Po duart ja kam puth, po këmbët jo. Ndoshta unë jam nga që jam një person, mua s'më pëlqejnë këmbët, nuk kam foot fetish, s'më pëlqejnë këmbët, nuk shoh këmbë as femrash as meshkuj, them çfarë këmbë e bukur. Ndoshta ka njerëz. Kush mashkull ka këmbë të bukur, maj? Kush mashkull këmbë të bukur? Ka moj. Po jo, me çam, nëse ai Beni Blanco jam jep një kështu si pamje si pisët, si gjetur, tamam si homeless. Shumë kanë interpretuar këtë gestin që Selena bëri si gest poshtërues që Selena bën dhe Selena ka një sër gjëra që ka bërë, nuk është vetëm kjo, po e kanë interpretuar si diçka poshtëruese që një vajzë mund të bëjë në një marrëdhënie. Dhe ne tani pyetëm gocat në Instagram se cila ishte gjëja më poshtëruese që keni bërë për dashurinë e një mashkulli dhe ato përgjigjen. Dhe përgjigjet ishin tani ne mund mos kemi puthur këmbë se na duket anormale, o kjo s'do të thotë që ç'ke bërë ti për shembull gjë? Ç'ke bërë jo? Ç'ke bërë ti me këtë? Unë kam qenë dëshpëruar për vëmendje dhe kam qenë smur shkolla në spital dhe hidja story me close friends dhe futet një njeri. Nuk më shkruajti. Dhe i thash me të ngushtë, a mund t'i thua që Megli shumë smur, e ka dhe ditëlindje dhe shumë keq, nuk i shkruajti as asaj. Po ti ishe me vërtet smur? Apo shkove Kastile në spital? Jo, isha smur, po s'kisha pse ta postoja me kota dëshpërimi, life takes away. Se ka patur dhe nga ato raste që kanë shtirur aksidente, ku di unë, do thënë çfarë nuk do lexojmë në vazhdim, që thjesht për të marrë vëmendjen e atij që donin dëshpërimisht. Vlen për të theksuar si fjalë dëshpërimisht. Zoti më tepër. Nisim nga ato që janë më të përdorurat, edhe përgjigjet më të shpeshta që kishin dhënë vajzat, paguaja hotelin për të qëndruar me të. Domethënë, kjo ishte shumë përgjigje, ishte shumë nga përgjigjet që vajzat kishin dhënë. Bën mirë që lekët e hotelit që ka paguar të kem vlerëtur. Domethënë, duhet të jenë kthyer në një mënyrë tjetër. E mbaja me lek, i paguajta qiran e shtëpisë për një vit dhe i dërgoja lek vazhdimisht kur unë isha akoma studente, ndërkohë që ai punonte. E kjo është me dëgjuar shumë goca i çojnë lek, japin lek çunave. Ç'a bëni mi gra? Nuk e di, këtë goca kur japin lek, a mendojnë që nuk kanë ku t'i çojnë? We listen and we don't judge. Domethënë nëse doni të jepni lek, na jepni ne. Po ka ca gjëra që realisht nuk mund të mos gjykohen. Si mund të japësh lek një mashkulli? Ai vetëm punë dhe kjo jepte lek vazhdimisht, pension. Ishte pensionist. Dhe të gjitha këto që kanë shkruar kanë një emërues të përbashkët. Në fund të fjalisë kanë thënë e bëra në emër të dashurisë. Pa. Ndroj emër. E në emër të dashurisë. Në emër të ekonomistët të pikse, në emër dashurisë. Këtë s'do e bëja kurrë. Jam përgjëruar të kthej, shkruaja 500 mesazhe, i bia 500 telefonit. Kjo është diçka që unë dhe Gjesi do ta bëni. Do ta bëni? Jo, ti mund të bësh çfarë do lloj gjëje ta thësh rrotull, po ti nuk i shkruan. Jo, tu refuzon një sekond. Kur e ke atë nervin këtu, do që t'ja çash atë telefonin ti, atë tastën, atë tastierën. Jo, jeni gabim, kjo është i ka shkruajti është përgjëru për t'u kthy. Do i shkruajti 500 mesazhe për t'u kthy. Jo, në momenti që ndodh një sherr i furishëm dhe ai mendon që pas të sherrit të vinë ndarja dhe ti mendon dhe ke frikë ndarja. Jo se ke frikë ndarja, po kota dha për fiksim nuk mund ta lësh ti që ai të lëri, e kupton? Moj kjo i përgjërohet që ti kthehet. Megli, hapeni veshët dhe jo, mos i përgjëro asnjëriu. Unë them lek mos i jepni. Unë them as hotelin mos e paguani. Ma për të shkruar 500 herë me 500 mesazhe.
me për t'i privat. përgjëruar edhe me 500 privat. herë t'i shkruaj. Ti si gëzuar se Megli nuk na kupton. Ka momente që Megli nuk na kupton. Po a ke pasqyrë ti, shkruan do ti 500 herë një çuni ti përgjërosh, mos të lej dhe të kthehet me ty. Kjo gjë nuk bëhet kur ti je rritur. Kjo gjë bëhet në një periudhë të jetës. Po ju po pollizni. Bet! Ja, një sekond. 28, Vjerta 21. tha do ta bëni, unë thash, Do ta bënim e thash. kemi bër, po s'do e bëjmë. Okej. Po ti po Një ndërhyrje shumë e vogël. Kur do e bëjmë atë episodin që Jesse bën një masterclass si të jesh toksike? Së shpejti. Te marr. Një shkruaj, dua me PowerPoint. Duhet Diçka t'jesh me që- syze dhe dalësh me Më shkop. pëlqeu Edhe kjo. thosh, rëmësimi numër 1. Ore, kjo mund të jetë një temë vërtet shumë shumë interesante dhe interesante. këtu do drejtosh ti me një tabel. Me një tabel, po. Diçka që unë nuk do ta bëja kur është ti blija buqeta me lule, ndërkohë që ai nuk më bleu kur. Po nuk e di më o shpirt o zemër nga ekrani. Kush të arsye që i blive ti buqet me lule? Përveç se nëse ka vdekur. Përveç se për çfarë e ble për 8 Mars? Për Shën Valentin? Për ditëlindje? A mund të Për çfarë e ble me Gjes, shpirt? A mund të them një mendim ti inër thot që pata këtë Shën Valentin? Thash, Ti ble. O blerta pse? Ti mbledh të dashurën do di pran. Lule. jo, po thash, sepse po shifja goca në internet, që realisht Mos shif më goca në Po internet. nxirrin që i kishin bler lule të dashurit dhe po mendoja, mos ndoshta kjo është kind of romantic, po pastaj i thira mendjes dhe thash. Është kind of gay, mos e kind of romantic, po nuk ka Shko, problem. meshkët kanë të drejtë të pëlqejnë lule. Kjo do të Trëndafila thotë që blu duhet për i marrin. shembull. Trëndafila blu. Trëndafili blu. Ka qenë një periudhë në fëmijën time. Trëndafili blu. Ky nisi smooth. Te kjo telefonata, mua më kanë kritikuar në komente që bëjmë mika dhe nuk duhet i bëj. E kam shumë të vështirë, nuk i premtoj që nuk do bëjmë mika. Jesse, telefonatën të lutem. Wow. Sepse shkruajti pak vonë në dark dje në Instagram. Dhe Nuk duke e qenë diu se këtë ishit se- të dyja- Po, jo, ti nuk e di, po aska nuk e di. Dhe duke qenë se fola dhe thash lutem, për të ndërgjegjësuar gocat, a ka mundësi ta themi po, këtë si e histori kuptoj, dhe po. pranoj. Po si do ja vendosim emrin? Rea. Rea? Okej, Rea. është një Rea. është vërtet që është një Rea. Po. Edhe i përngjason pak me thënë të drejtën dhe me emrin e saj të vërtet. Alo? Hej, goca. O Rea, po të Hi, shohim Rea. Rea. Okej. Si je ti? Mirë jam, kam pak emocione në fakt, që është e parë që dhe tregoj këtë histori. Do t'ua bëjmë surprizë Edhe. Gjesit dhe Meglit, sepse ti dje në Okej. djemin në Instagramit ke folur me mua, kështu që Megli dhe Po. Gjesi e kanë për herë të parë histori, nuk i kanë bërë spoil asnjë detaj, kështu që sigurohu të mi surprizosh ti që më ndodhi dje mua. Okej, në rregull. Atëherë unë kam qenë me një lidhje prej 3 vitesh me ish të dashurin tim tashmë. Duheshim shumë me njëri tjetrin, po ai kishte një problem shumë të madh, që ishte xhelozia. Dhe ishte xheloz për çdo gjë, pra edhe nëse më zinte mua një mesazh, qoftë një telefonat, thoshte po më traston, po të shkruan dashnori gjatë gjithë kohës. Edhe erdhi një moment që unë fillova të kisha reagime pak të tepruara, për shkak se i tha të imbushur. Cilat Për quhen shembull? reagime të tepruara? Çfarë në kundër përgjigje? Do me thënë, erdi një fish që unë reagoja do t'i vikse më qa dhe kokën, më lodhe, je bëri pa dorueshëm, po ju nuk je broja. Zera i thoshte gjithmonë diçka kur unë reagoja kështu. Thoshte, ky reagim është si këtë reagimi që bën dikush i cili është kapur mat. Dhe e justifikonte xhelozinë e tij me faktin që reagimi yt, overreaction që ti bën, tregon që po e vërtet po këtë gjë. Po ti nuk që është unë se them. kishe në një gjë për të fshehur apo ja? Nuk kisha asgjë për të fshehur, thjesht kisha biseda pune me kolegë pune për të cilët ai mendonte se isin dashnorët e mi. Kolegët e mi ku punës. Dhe që të shkojmë në ditën më të turpshme të jetës time, ne kishim dalë në një restorant në blok për darkë.
Dhe ishim ulur duke ngrënë darkën, mua vjen një telefonat nga një koleg pune, i cili me shumë mundësi don kërkonte diçka në lidhje me punën për të nesërmen apo nuk e di, dhe unë e mbylla telefonin. E mbylla sepse nuk doja të përgjigja në një moment, unë kisha dalë për qefin tim. Nuk doja që të hyresh me punën. Dhe kur e mbyll telefonin thot, të mori prap dashnori dhe ti s'to përgjigjesh se jam unë këtu. Dhe goca, unë kaloj në një reagim realist skizofren, që nuk e fal vete fatë reagim, sepse në mes të restorantit, fillova duke u lëritur, më ke çmendur, më ke çfarë kokën, më këtë duroj dot më. Mua di në Instagram nuk më tha më ke çfarë kokën, po e mendoni vetë përgjigjen. Okej. Tani a ke tik për televizorin. Në këtë moment, ai më thot shumë qetë dhe edhe sot e kësaj dite më bën përshtypje qetësia e tij. Më thot, me të dy do ndahemi dhe kjo marrëdhënie nuk duhet më. Po shumë mirë. Sepse ai u ndjeh shumë më se buar nga reagimi që unë pata. Prit. Jo, vazhdo ti, se i thash Xhesit prit për vazhdimin e historisë. Okej. Edhe ai, domethënë, unë e doja shumë atë. Unë nuk mund të lija atë që të ndahi nga unë, realisht. Unë pa të nuk bëja dot. Dhe ai qohet dhe ikëm nga restoranti, dhe unë i dal nga mbrapa. Por goca nuk ju thash një detaj. Ishte e premte, ora 10 e darkës në blok. Okej? Mendojeni vetë se sa njerëz kalonin aty në atë moment. Doj që kur ishit brenda në restorant që ti ke filluar të ke ulëritur, që aty fillon jemi të qartë. Dhe ai po ecte me një hap shumë të shpejt për t'u larguar nga unë, dhe unë që e ndiqa nga mrapa, dhe në një moment i afus brapit, e kap, ulem poshtë, e kap nga këmbët dhe i ulem në gjunjë. Duke qarë dhe duke u lëritur, të lutem mos më lërë se unë nuk jetoj dot pa ty, ti e jeta ime, kërës zoti nuk të trastoj dhe nuk kam asnjë tjetër. Jo, thjesht nuk të kam trastuar dhe nuk të trastoj. Wow. Dhe kiste ikur fytyra sepse mballën veten si një mashkull të fortë, gangster. Jo, një mashkull që mund t'i lejoj vetes të tilla spina në mes të bllokut në orën 10 të darkës vitë premte. A e kuptoni për çfarë kisha fjalën tani? Si e ulur në gjunjë maj. Ja ka për të nga këmba. Ja ka për nga këmba. E kam në kokë. Kam një imazh në kokë. Shiko, e ulur dhe duke ja shtrënguar këmbët forte, kisa përqafuar realisht nga këmbët, dhe qaja dhe vetëm qaja. Qaja dhe vetëm qaja, gjatë gjithë kohës i thoya të lutem mos më lër se unë nuk jetoj dot pa ty. Unë ta kisha parë. Dhe kjo skenë ka vazhduar për gati. Që jam duke pa. Unë do kisha shku do i kisha heshë, kisha thënë të lutem mblidhe vetëm moj femër, të lutem për mblidhu. Që skenë ka vazhduar gati për 5 minuta, që unë nuk i ndash, fa derisa ai në një moment thot, okay, do të po. 5 apo 8? Të si ka? 3 minuta, të si ka? 1 minuta bësh e shohin gjithë. Po ka shumë, se thak të detajshme. Sepse nuk më thoshte okay, të kam falur, nuk më thoshte, ka nevojë të ma thoshte. Kam falur. Nuk do të thënë, ajo qëndroi aq gjatë derisa ti thonë të kam falur. Për të falte më shpirt, për çfarë të falte? Unë doja që ai të më falte për reagimin, mbas ai mendonte që të më falte për shkak të trastisë, gjë që nuk ekzistonte, por pas 5 minutave. Pas 10 minutës ai më thot, "Ok, të kam falë sa për të largohen sepse gati na kishte parë gjysma e Tiranës." Unë në gjunjë dhe ai që përmbledh çik më shpejt, thonë të kam falë që në fillim. Nuk e përmblodhi sepse ai donte të ndahe nga unë, e kishte ndarë. Dhe pas rreth 1 muaj që ne, ishim bashkë, mund të themi, por jo, nuk ishim shumë mirë me njëri tjetrin, unë zbuloj që në fakt personi që trastonte në atë çisti ishte ai.
lejohen. Ba, e shikon ti. Janë gjithmonë ata, janë gjithmonë ata që ja. akuzojnë. Absolutisht. Po, sidomos këta që Dhe thonë ai- ti po bën overreact se po më qef në i gjë, po mbrosh më shumë se ç'duhet over. O, sot i ma. Fuckers. E kupton me shpirt. Po, ai prandaj kishte këto reagime, sepse ai donte të ndahe nga unë, po donte të ma histe mua fajin dhe të ndahe i qetë Po ne, nga unë. Të a kishte lidhje patëm do një paralele. reflektim pas si kapëm tjetrin prej këmbësh? Unë sot e kujtoja Në një terapi. Sa budallaqe, se kam qenë dikur. Sot e kaloj me qetur. Po, A kemi vërtet kapur shumë më e turp. meshkuj prej këmbësh dhe i kërcënojmë që të na falin dhe mos t'ikin? Jo, Bravo! Dorë të rakasim. Bravo! Ti vlen. Tashmë. si e vlej sot, se atëherë me ato mënd që kisha, nuk vleja. Kur Të nuk mund ta thuash ti atë fjalim atë më që kisha. se s'kisha. Ja, Konese, ja, ju bëra për qeshtur me historinë time, besoj. Jo, shumë gjëra ndjeva nga më të ndryshmet. Sa herë mbyll syt më vjen imazhi jot poshtë këmbës atit në blok. Mojrea, unë një pyetje kisha që është irelevante komplet me muhabetin, po atë ditë nga restoranti ikët pagoi njëri apo e lat kështu edhe thjesht fluturua të dy nga restoranti. Pagova Ta unë. dim ta praktikojmë. Pagova unë se ai ku më la. I ka lënë edhe faturën. Faturën e bukës. Edhe faturën e bukës e ma ku kjo. E shikon se ishte detaj rëndësishëm ky tregon. Unë po të punoja te ai restoranti pasi kisha pak të skenë dhe thoya i ke nga lokali ti thjesht ik urgjent. Ik urgjent po të mos. Po e ziket ai ku e ka para të në tokë të ullur i ka thënë qau, se të fala, vetëm qau që këtu ikim. Ai gjatë gjithë kohës më shtynte, po pastaj u detyrua. Zoti Më na ruaj. falte. Tynte pra pas ka pas në veprim, nuk pas ka qenë thjesht. Nuk pas ka qenë thjesht ti që e kap edhe ai tenton tike. Pas ka pas aksion. Ik moj. Ja. Mos më lër. Ja, mos më lër lutem fal. Kuptoj tani. Qartë, E okay. lidh më mirë pa. S'keni Tani interesante, o plësua puzzle. Moj se thon këta trilloni historitë, ku trillohet kjo lloj historie me ku ka skenarisht më të mirë se Ka historitë dëshmitar për këtë Për histori, zotin, ka mua dhe po ta dëshmitar. trilloja do më vinte zor. Më fal, me Për gjithë zotin, as respekt. për të trillu nuk trillohet dot kaq mirë. Do ma bënte penas, do ma bën. Rëndësi ka që vajza të mësojnë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju vajza. Rea je mrekullueshme, mos shiko pas. Ec vetëm përpara. Dhe mos u ul më kurr në gjunj apo jo më. Me në rast që mos u ul, Gjoj në rrugë. jo, mos u ul në gjuhin për tu përshëruar. Prap nise. Tani e kam me ti. Tani ty. Okay. Jo më ka ardhur që parë, po të gjitha bëjnë sens nëse ka dëshirë. Maybe that's her thing. Kështu që Në rrugë, okay. Qartë. që thjesht mos Në rrugë jo, domethënë. mos i mba njerëzit me zor. Po, kaq. Kaq. Ta mbyllim. A ishte surprizë e lezetshme? Shumë pëlqeu kjo, bravo Blerta, më pëlqeu. Shumë surpriza shpatshim gjithmonë surpriza. Jo, ju mos i bëni se S'ka mbaruar Ka mbaruar sot, normal Ka s'ka mbaruar. mbaruar se të lexosh gjithë historitë që ju keni dërguar nuk ka. Janë të tmerrshme. E, po jemi ikona, jemi si gjini, hajde gëzuar, femrat gëzuar, këto far ikonash, asgjë s'na ndalon, asgjë, nuk ka, fytyra byt, asgjë po të them. Mendja kokër gruri thon, po s'ka rëndësi kjo nuk vlen për negoc. Fare më, edhe kthehen, jo këto 2 telefonata, rastë, po kthehen. Gja, një vajzë thot, kam qëndruar me atë përveç ofendimeve. Një ditë më tha, duhet më paguash për seksin. Po sa vetbesim kanë këta meshkuj më i motër, a? Do e thënë, përveç ofendimeve të vazhdueshme që kjo goca ka marrë ky çuni, ai çuni ka thënë, duhet më paguash edhe për seksin. Dhe kjo vajza ka qëndruar. Nuk e di a ka paguar. Nuk e di Kjo a ka është pra, paguar. kjo është e bukur, a ka paguar apo jo? Cash or card? E ka lënë.
Ajo është kthyer ai ka thënë kaloj kartën. Tu është gjithë ideja. Duke shku të marrë kredi nga ato të voglat. Më falni, për çfarë është arsyeja e kredis? Më falni me si ta them, po i dashuri më ka kërkuar para për seksin. Po I dashuri. Qëndrova 7 muaj e lidhur me dikë që ka dashur 2 herë të ndahet nga unë. Dhe nuk pranoja dhe pse më thoshte që ai po kalonte kohë me mua derisa të gjente dashurinë e tij të jetës. Mos më bërtisni se kur e kujtoj ndihem tmerrsisht keq. 7 muaj. I thoshte vazhdimisht Që me ty po kaloj kohën, me ty po kaloj kohë, por dori me ty des në gjithë dashurinë time të jetës. me thënë të drejtën, më fal Megli. Unë kur i lexova te Asku Anonim këto, realisht mendoj që dikush mund të ndërroj që kjo gjë mund të ndodhi, por erdhën dhe përgjigje të tjera të ngjashme dhe thash, okay, nuk qen ka trillim, nuk qen ka pjell imagjinate. Ore, jo, bëse, ai tha goca ka që fiksohen keq fare mbas i çuni, fiksohen Reverse psychology, ai më bën Mojt ghost, me. por u vdes për fantazma. Një vajzë si tërë thot, takova një çun sa për t'i nisur foto atij që ta bëhet xheloz. Ai mala, unread. I ka çu foto me një çun tjetër, ka takuar vetëm për ta bërë xheloz dhe ka thënë që kush ka menduar vetë kjo, ka thënë që kur ta hape foton do të shpendet fare, do shkalloj. Unë me ty pa ta fillu për ta bë tjetrin xheloz. Mua më pëlqen kjo. Bëra tatuazh emrin e tij pas një nga zënkave tona se mendova që do e kuptonte sa shumë e doja, por ai më la. Ku ka më bukur? Ngele me një tatuazh me emrin e dikujt. Treshin vën tatuazh e emër, thotë. Si ato, vër një vizë nga të emri tjetër. Thuaj, this is my thing. Ma zgjodh të emrin Benja, të emrin Shefqet. Po vase nuk lidhet njëri me emrin Shefqet. Shiko, me dikë që emrin e babit. vendos emrin Instagramit Çeti ai edhe. Po ju tjetra e ka me zor mos ta lën rrugë. U lidhje me Shefqet, Shefqet është super gentleman. Të ngren ato ka kur i ulet dhe thot, më fal zemra ime dhe të puth në ball. E di çfarë mund të jetë një çun me emrin Shefqet, mund të jetë bodyguard në gard ose në kryeministri maksimumi, sepse aty bën sens Shefqeti dhe të jetë trup madh Me mustaqe. me mustaqe. Jo me mustaqe kështu, me mustaqe, I mean me mjekër, të jetë trup madh dhe të punoj si bodyguard. Vetëm kjo bën sens një çun i ri me emrin Shefqet, për ndryshe jo. Po nëse edhe këti do bëje sens ti ulesh që të mos ta lieti. O, qeqi. Gjesi mos më rëzdisni, tani mund t'i hiqni tatuazhet tuaja me teknologjitë e reja. Po, një tjetër thot, i kam dërguar jeta o shef një foto timen, si kur isha viktima një aksidenti të rënd rrugor. Jam shumë e lumtur që nuk u postua se të kisha lënë nam. E kam pata. Ka që ç'është budallaqe. Nëse nuk ka dalë. Ç'është budallaqe. Nuk ka dalë. Gazetarët që kam parë. Ka thënë po. Sa raste shohin kështu si kjo gazetarë. Është normale. Ku shkon një femër? Kjo është më tepër se ajo që i shul gjur. Ajo ka qenë veprim impulsiviteti më me. Po pra, ka menduar, i ka thënë, do shohi dita shef që unë kam vdekur. Po ç'të bëj? Ke vdekur, e zënë se ke vdekur, ishte viktima. Hapi lajmin pra. Vazhdova lidhjen me një ordiner që kur ishim në një party, isha duke nxjerrë dhorët në banjo, i thash hajde ikim, ai më tha, jo, se po kënaqem shumë. Qëndrova aty gjithë natën me të. Urdhëro. Jo se po kënaqem. Jo se po kënaqem, vazhdo ti ka se kjo goca për shembull mund të helmoj, mund të vdiste aty. Ti vazhdo. Ndoshta aty e josh it's his thing, si këto që kanë qef golden showers, ai ka Po. njerëz që vjelli. Jo se po kënaqem. Po vjell, jo s'ka gjë ikti se po kënaqem unë. E kisha nda direkt. Meshkoj duhet kujdeseni për të dashurat tuaja kur Patjetër, duhet kujdeseni në rast të parë. Përgjithësi, domethënë, po me ishte rasti konkret që po vëndyrte zorrat, a mund Nëse që i quani të dashur gjithmonë, sepse ka raste që gocat mendojnë që janë në një lidhje, por çfarë nuk e din që janë në një lidhje. Po, shumë faleminderit që ne mos kemi më histori të tilla. A mund të keni një bashkëbisedim që të jeni në një fjalë, Po pra mikë se mund ta pyesim ça jemi, jo nuk pyetet. Po në momentin që do ta pyesësh nuk je asgjë. Goca mi qetësojmë, ka drejt Xhezi. Jo, në moment që ti shkon e thot ça jemi ne nuk je asgjë sepse do ta ndjesh kur ai merret vesh? Kur ke 4 muaj me një mashkull, Ajo e ka ndjer. Përgjigje. Ajo e ka Guess ndjer. what? Nuk je. Po e ka ndjer. E po mirë, hajt natën e mirë pra. Se nuk e di. E por, natën e mirë, por me mend në kokë. Dhe Këm në tokë, këm në tokë. Ti, jo në gjunjë ulur, okay? Goca? Okay? Oh, knaqja shumë. Ose jo? O knaqja Okej, shumë. ose jo. Bëni çfarë doni.
Dhe mos harroni follow pa manual në Instagram, në Spotify. Edhe ju që dëgjoni këtë episod në Spotify, shiferi me imazh dhe nuk është ashtu siç duket. Do keni dëgjuar shumë të çuditshme sot. Shihemi episodin tjetër. Love you guys. Ándale.